Ky është sekreti në përgatitjen e brumit të picës në mënyrë që ajo të dalë sa më e shijshme. Recetat bazë për brumin e picës kërkojnë maja, ujë të ngrohtë, miell, pak krip dhe vaj ulliri. Në disa receta përdoret edhe sheqeri ose mjalti në sasi tepër të vogël. Gjithashtu ju mund të përshpejtoni ardhjen e brumit duke e vënë në një vend të ngrohtë ose ta lini në një vend natyramalisht për rreth 1 deri në 2 orë. Në pritje të ardhjes së brumit, ju e ngrohni furrën. Verreni brumin në një tavolinë druri ku keni hedhur pak miell sipër tij gjithashtu. Hapeni në formë rrumullake dhe shtypeni brumin dhe më pas mos e lini shumë të trashet pasi nuk piqet mirë, por as shumë të hollë sepse mund të thahet. Përbërësit që ju duhen janë 7 deri në 8 gram maja, 1 gotë e gjysmë ujë të ngrohtë, 4 gota me miell, 1 lugje gjysmë çaj me krip, 2 lugë gjedhe me vaj ulliri. Futeni majan në ujë të ngrohtë dhe e lini për pak minuta. Hidheni përzierjen e ushqimit dhe kështu bëni brumin për të realizuar picën e shijshme.